Ka nisur këtë të hënë Universiteti në Shkodrës Luigi Gurakuqi aktiviteti International Week 2026, që synon forcimin e bashkëpunimit akademik dhe shkëmbimin e eksperiencave ndërkombëtare. Rektori Toni Xhuraj, si dhe zëvendës rektoria Blerta Dragusha, u shprehen se kjo javë përfaqëson një mundësi të rëndësishme për ndërkombëtarizimin e universitetit dhe rritjen e cilësisë në arsim përmes bashkëpunimit me partnerë të huaj. International Week 2026. International Week 2026 përbën një nga aktivitetet më të rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të ndërkombëtarizimit të universitetit tonë. Përmes këtij eventi synojmë të forcojmë bashkëpunimet me universitetet dhe institucionet partnere nga vende të ndryshme, duke krijuar më shumë mundësi për studentët dhe pedagogët tanë. Kjo javë shërben gjithashtu si një platformë e rëndësishme për shërbimin e eksperiencave akademike, rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe integrimin më të gjerë në hapësirën evropiane të arsimit të lartë. Më pas do të organizojmë edhe një panajër të bukur të vetë universiteteve të huaja, të cilët do të sjellin ofertat e tyre për studentët tonë. Jemi mundu gjithashtu që të ndërthurim edhe me aktivitetet të tjera paksa më argëtuese, do të ofrojmë edhe disa orë të gjuhës shqipe simbolike për të ftuarit. Gjithashtu kemi menuar edhe disa aktivitete kulturore në qytetin e Shkodrës. Këto janë shumë të rëndësishme, këto aktivitete janë shumë të rëndësishme sepse, siç e përmenda më përpara, nxisin bashkëveprimin, krijimin e një networku sa më të pasur me universitete, në një kohë që ne po flasim për një ndërkombëtarizim të domosdoshëm për universitetet shqiptare. Nënkryetari i Bashkisë Shkodër Rudim Beka theksoi potencialin e Shkodrës në turizëm, kulturë dhe bujqësi, si dhe rëndësinë e forcimit të universitetit për zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Qyteti ofron një larmi të pasur natyrore dhe kulturore duke përfshirë ushqimin, historinë, trashëgiminë, malin, detin dhe liçenin, të cilat e bëjnë Shkodër një destinacion të veçantë për vizitorët dhe studentët ndërkombëtar. Bashkia është e interesuar të forcojë partneritetin me universitetin dhe të tërheqë studentë partner të huaj, jo vetëm për të vizituar qytetin, por edhe për të marrë me vete përvojë dhe histori nga Shkodra. Bashkia po fokusohet në 3 sektor kryesor: turizmin, artin dhe krijimtarinë, si dhe bujqësinë, duke theksuar rëndësinë e investimeve dhe bashkëpunimit me universitetin për zhvillimin ekonomik dhe kërkimor shkencor. Programi i ditës së parë vjoi me aktivitete artistike, prezantime universitare dhe sesione ndërkulturore, duke sjellë një atmosferë bashkëpunimi mes studentëve dhe pedagogëve vendase ndërkombëtar.